Muaji i 4 i 2026-s po mbyllet me një bilanc të rënd vrasjesh, ku nga fillimi i vitit e deri më tani janë shënuar 16 viktima, një hesap i palar, një pompë uji, konflikte të nisura nga një fjalë, parkim i gabuar, hakmarrje, krim në familje dhe grabitje, dëshmuan sërish një mungesë vetkontrolli, të cilat përfundojnë në dyert e mortit. Teksa trokitjet e gotave për ndërimin e viteve ende vijonin, një krim i rënd në familjen Xhebro do të trondiste Vlorën. Mesditën e 2 janarit, Llogara Xhebro i mori jetën bashkëshortes së tij, Sose Xhebro, dhe më pas i dha fund jetës. Një humbje jete e raportuar si shkak i kontaktit me energjinë elektrike në fund të vitit 2025 do të merrte tjetër jetë në 2 janar 2026. Hysni Ymeri humbi jetën si pasojë e një shpërthimi me telekomandim në Shkodër. Krimi nuk pyeti as për hekurat e qelis. Jani Alia ju ekzekutua me thik në burgun grek. Më 20 janar Petrit ndohu, u vra me çekiç pas një sheri për makinat. Një ngacmim dhe bllokim i rrugës do të bëhej shkaku për vrasjen e Egli Pashollarit më 20 shkurt. Alketi Sofi u vra me thik në Kavaj për shkak të parkimit të gabuar. Një krim në familje tronditi Fjerin, ku 80 vjeçari Shefri Rapaj vrau me pushk bashkëshorten Dashuri Rapaj dhe më pas i dha fund jetës së tij. Më 4 prill një takim sqarimi në Vlorë u mbyll me vrasjen e 63 vjeçarit Ismail Aliaj. Lëvizte makinën. Kjo ishte fjala e fundit që dëgjoi Artur Çangu përpara se të qellohej për vdekje me çifte nga Eduard Tafmataj. Sajmir Marka i humbi jetën më 18 prill në Durrës, si pasojë e dhunës me grushte nga fshinji Gentian Kraja. Mbrëmjen e 21 prillit, Endri Goxha ju vra me armë zjarri dhe Daninela mbeti i plagosur. Armët do të shkrepeshin edhe për hakmarrje. 30 plumba u lëshuan në drejtim të çiftit të bashkëshortëve, Kreshnik dhe Gentiana Mojeci, mesditën e 26 prillit.